Pas dorëheqjes së Mirlinda Karçanajt, Igli Tafa u prezantua si drejtori i ri i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili fjalën e tij e nisi me një mesazh për drejtësinë, duke u referuar dhe hetimeve ndaj ish drejtoreshës së Akshit. Por rruga është pa kthim. Dhe nëse në botën tuaj virtuale dështimet janë ngecje, fikje të programit apo të kompjuterit, në këtë botën e revolucionit drejtësisë, këto bëhen mbi lëkurën e njerëzve. Teksa e cilësoi Karçanajin si personi që formoi institucionin, Rama u shpreh se në një botë të drejtë, çdo person që është marrë në hetim do të duhet të prezumojë i pafajshëm, por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Pra, nëse mbi Akshin ka një hetim, në një botë të drejtë, të gjithë duhet prezumoheshin të pafajshëm, ndërkohë që të gjithë prezumohen të fajshëm. Kreu i qeverisë i bëri me dije punonjësve se pagat e tyre do të rriten, me qëllim që ata të vijojnë të japin kontributin e tyre, pavarësisht çështjes së hapur nga SPAK. Por së bashku me ministrin jemi vendosur të ndërhyjmë në legjislacion dhe të bëjmë një rritje domethënëse të pagave tuaja, për t'ju thënë që ne ju kemi shumë të çmuar, ne ju kemi shumë të shtrenjtë, ne nuk duam që ju ta braktisni shërbimin publik. Me urdhër të SPAK, me 16 dhjetor 2025, u lëshuan 8 masa sigurie për drejtoreshën e Akshit dhe për të zyrtarë të tjerë të këtij institucioni, për abuzime me tendera. Sipas tyre ekzistojnë indicje se gara është manipuluar për të favorizuar subjekte të caktuara ekonomike, në kundërshtim me ligjin dhe parimet e konkurrencës së ndershme.